di këtë? Po, është një gjykatë e lartë, ku unë kam çuar, po për zotin, po për Berishën. Po? Se zoti është një. Për Berishën, i cili ka bërë një privatizim të korruptuar në dëm të shtetit shqiptar. Keni bërë padiju e keni file? Po, ky kallëzim është bërë në 2017. Për çfarë? Se nuk e di Por objektin. privatizimin e korruptuar në dëm shtetit shqiptar të OSSH-s nga çes shpërndarje. Okej. Ku janë shkelur gjitha parametrat do të pyes për atë. Tani jo nuk po hyn ajo. Partia Demokratike humbi sepse nuk donte Berisha fakti. Nuk, po ku do ta çojë Shqipërinë nëse ty të kanë mbyllur dyert ta. Kjo familja europiane do të ndroj kursin, do e çojë në Kinë, Iran edhe. Ju votuat zoti Karat? Po kam votuar. Për kë votuat? Kam votuar për atë që nuk e merr mend asnjëriu. Po na e thua. Po jo, po nuk e them fare. Na e thua tani, pastaj e lë kështu peng tani. Jo, më kam votuar, po nuk Jo, na e thua këtë. Këtë kam ngulur. Se s'të kanë ngulur ty në studio. Jo, unë më kam ngulur s'ket mjet. Po na e thuaj pra që s'do shkoj mendje. Unë s'kam votuar as për Ajdut e sotëm, as për djeshmit. Atë nuk e them pasaj. Po ke votuar për këtë parti të re? Nuk, jo, fare, si shkoj me një, fare, unë gjë tani. Po mirë, ke votuar për Partinë e Lirisë pasaj? Po, pikërisht për metër se më qa zemra nga ai. Se nga që kam atë... Jo, nga që thej që nuk i shkon mendja askujt se për ka votuar. Po, më dhim se i ku Brahim Llari dhe Basha dhe po e votoj unë. Basha e ke për Fajk Bashën. Dhe me që është atje në paraburgim për kallëzimit tim, e votova unë. Kuptoti domethënë Rashid e keq. Thatë që unë kam votuar për një që s'u shkon mendja. Po nuk ka rëndësi. Tani, po dën jo, po sën jo. Partitë e reja jo, tani Ilir Meta me. Po dakor. Aq i keni votë. Kë? Unë mund të jetë një njerëz që si ka vjet fare vota ime mbase, po ta marr si shembull. Megjithatë unë po të them më fal atë. I bie ke votuar për Dashamishej. Po, fiks. Tani unë po nuk ka rëndësi, unë e di që vota ime nuk ka rëndësi. Vota jote ka rëndësi si çdo votë çdo kujt. Këtë radhë nuk kishte. Një vot, po vota është komand. Jo, vota është bashk përcaktim, vota është pushtet. Po, është komand, është pushtet. Pushteti i 10.000 personave shkon dhe i delegohet dikujt që me atë pushtetin rregullon punët e veta dhe shkatron Shqipërinë. Okej. Tani, që t'jemi më të fokusuar, më rëndit lutem me pika përse humbi Partia Demokratike, se ju thatë një që Berisha nuk donte, por kjo pak besot, ata duan, por nuk arriti, nuk kishin fuqi, po ju me pika, 1, 2, 3, 4, 5, apo sa pika mendoni ju? E para nuk e meriton të herë. Për çfarë arsye? Ata ecën me alternativën, bile vundi i shprehje shumë të neverishme, kur thanë rotacioni është i shenjtë. Ne duam të ecim përpara apo të shkojmë mbrapa. Që nga retorika tyre denigruese, regresive, deri diku jo qytetare, jo pas asnjë. E dyta kjo. Po. Retorik denigruese. Po. E keni fjalën për sulmet që bënin ndaj partive tjera ose personazhe? Unë nuk kam parë nivel më të ulët rrugaçërie se ai i shprehur dhe ditën e zgjedhjeve në Vor, po dhe më përpara nga Nur Moka dhe tjerë. Pra numër 2 debati. Po të mendosh numër 2 i Partisë Demokratike dhe ata që marrin vendime dhe janë persona më ndikus te Berisha bollësh në hall vet. Po. Ka marrë dhe këta më mysybet se vetja, realisht. Mysybet. Çfarë do të thonë mysybet? Po çfarë them unë tani? Po e marr kështu cop tani. S'ka ku ta lidhësh. 3. 2 i tha 3. Po nuk ka moral. Nuk ka moral. Nuk ka moral? Nuk ka moral. Po pse s'ka moral? Po nëse e shet ekonominë e piramidave për një arritje të institucioneve demokratike deri në vitin 97, nëse e djeg vendin dhe i shkakton me politikat e tua bile dhe drejt për drejta, mbi 3.000 vrarë dhe pastaj vazhdojnë të vrarë deri në fund. Dhe mbas 97-s ne kemi një rëshqitje shumë të shpejtë, gjithë strukturë shtetërore në duart e krimit. Deri në 97 ka qenë më përmbajtur. Nëse i krijon me 97 vendit mbi $60 miliard dëme, edhe një çmenduri kolektive pasaj. Nëse e vret demokracinë, të jepet shans historik për vendosur demokraci, edhe e vret demokracinë që brenda partisë tënde, të cilën e ka tallëdisë në klan familjar. Do të thënë kjo është e katërta. Po, klan familjar. Klan familjar. Po. Ja dha Eduard Selamit, ja mori, ja dha Tretan Sheut, ja mori. Po ke këtë klanin familjar, se ai s'ka si familjar. Do thënë, madje edhe një nga ata keni qenë dhe ju keni thënë jo vajza do kthehet, jo të tjerë. Do kthehet vajza?
Jo, të kthehet në pjesë të familjes. Ai për të marrë me mua nuk është marrë vetë dhe ka fut fëmijët. Unë s'jam marrë me fëmijët e tij. Ti je sigurt. Unë nuk jam marrë me fëmijët e tij se fëmijët e tij ja vlen të merresh pse janë fëmijët e tij. Unë merrem me atë. Të tjerë janë politikë që kanë atë dëshirën për të marrë ose jo, nga që thot klan familjar, prandaj. Familjar. Nëse do ta shohësh edhe po çdo vend dhe besoj që ai përfaqëson, ai vet, po ta quajmë mafia, por për mua është një organizatë kriminale e madhe nga më të mëdhaja në Europë. Kush? Po Berisha dhe klani i tij, jo, edhe këtu duhet ta vërtetosh. Se thot një akuzë shumë të rënd. Po. Domethënë klan mafios të mirë në Europë. Le të merri në gjyq. Po tani ju ndoshta se keni problem këtë, po në gjyq mund të humbisni, sepse duhet ta provoni këtë. Po kush po, ora unë kam hyrë në këtë përballje pasi kam humb çdo interes me skim për veten. Kupton? Është e thjeshtë, zoti Roland, se unë të mbaj mend edhe të ri ty, të mbaj mend edhe ti mua, domethënë, se jemi parë për këtë Tiranë. Ne kanë marrë jetë Roland. Unë nuk bëj shaka. Edhe të vërtetat e mia do t'i them siç janë. Pa diskutimi i lirë të thuash. Edhe të vërtetë i po them unë e pranojnë gjithë shqiptarët. Dhe gjithë qeverisja e tij, duke filluar që nga Medalja Arsidi, me atë kompani Shqiponja, pritani të vazhdoj të them unë. Po. Kur them krim organizuar, po them dhe krime kundër njerëzimit. Jo, pritje frenon se këtu bë shumë tani. Është dhe më rënd. Jo, ti marrë me radhë. Ka në një klan në Europë nga 3-4 klanet që janë mafioze të ndryshme të vendosura në Pulja. Dhe është Berisha një nga këta? Jo, a ka një klan nga këta më fuqishëm se Berisha mendon ti? Jo, unë nuk e di këtë. Qose ju e dini më vërtetoni, më thoni. Po mirë. A e mohon ti që Berisha ka mbretëruar Shqipëri nëpërmjet frikës mbi të gjitha? Dhe njerëzit thonin me Berisha mos u merr? Se Berisha të vret? A ke dëgjuar në këtë? Apo do të më hap median prapë? Unë di këtë që se unë vi nga Gazeta Koha Jon, unë atje jam rritur. Gazeta Koha Jon ka bërë betejë të forta. Ja, nuk e di unë. Me që ju se dini se di ka mos unë. Jo, po them që Gazeta Koha Jon, edhe pse ne kemi viktimë, se ti që i gazetari. Kur ke vajte Gazeta Koha Jon? Në feshtatën, atëherë kur u dojq. Ke vajt pak si vonë vlla. Po, se kur doli e gazet. Jo, një sekondë. Jo, kur doli e gazet. Në feshtatën ndodhi ngjarje e rëndë. Ta kuptosh ti, kur doli e gazet. Po. Dhe dy djem të rinj, njëri me dobës e tjetri, njëri quaj Aleksandër, tjetri quaj Nikol, kur vinin te piramida. Dhe aty kemi qenë dhe unë dhe Azemi dhe Spartangela, kërkuan ndihmë se Saliu po i godiste për një 92-shin e mbrapa dhe 93-shin, po i godiste me represion ligjor, me gjykatat e tij. Edhe ne bëm një redaksi me 187-88. Se ke qenë? Po kam qenë dhe unë ka redaksia që të mbanim... Po qa funksionë kishtë? Të mbanim ne goditjet ligjore për të mbajtur gazetë. Si jurist? Si jurist? Jo, mos si jurist, se isha jurist atë kohë, isha vetëm mësues në atë kohë. Jurist janë bërë më pas. Qa ishit në atë kohë? Mësues. Ku? Po, tu Tiranë kam qenë, nuk ka rëndësi. Qa jepit? Po, unë kam qenë, tani nuk ka rëndësi që kam bënë. Unë atë kohë, isha student, u mora me këtë punë dhe isha i angazhuar në vazhdimësi. Edhe bashkë me Azemin, edhe me Spartangelën kemi vendosur ta bëjmë atë gazetë, duke marrë ne goditjet, që ata të mos godisin një organ kolegjal kaq të madh për editorialet e gazetës. Dhe këtë du ta mbaj mend edhe Sandri, edhe Nikola. Dhe këtë kemi vendosur atje ke piramida. A duke pirë atë kafen atje, duke pësuar... Ishit e i bordi juve? Po ishim, për disa kohë kemi qenë, ka qenë dhe jemi aty. Ka qenë? Nëse unë i kam arkiv, i kam shtëpi gjitha. Pra, kam bërë dhe vetë, bashkë me miqtë e mi, një gazetë e cila ka qenë një hapësira e vitit 91-2 deri në 93, shumë gazetë e mirë. Hapësira? Po, hapësira.